Unë hala jam me një fazë që jam single, jam një marrëdhënie shumë mirë me vetën, paqe me vetën. Nuk është prej karierës që s'kum bo zgjedhje, nashta ka mujtë më konë dëri me një kohë caktune, po që 7 vite kariera po ecë natyrshëm edhe nuk është se merr kohë që mos më fokusu te jeta sentimentale. Po s'kum dash me bo kompromise kur për shkak me bo thjesht një status, po në momentin që vjen një person edhe ashton vlerat vesës ma shumë se që i ka, që atëherë unë ka me vendose dhe ka me ndru statusin. A është të vështirë me kriju një marrëdhënie sa përderisa profesionin e ki këngëtare? Jo, ka mënyra të ndryshme takimit, nuk është ndonjë farë problemi, shkon me aeroplan diku. A direkt diku me shku? Nuk është ndonjë farë problemi. Interesante, takimi i parë në aeroplan. Jo, ti mund me shku me shoqni, ajo me shoqni, takosh, ba muhabet e kështu, vazhdojnë se cili ndarjet e rrugtimeve të veta. Nuk është ndonjë farë problemi në ditët e sotme. Sa kohë je single disa? Nuk po du me të cek kohë, po mjaftushëm. Mjaftushëm me njoftu vetën. Po du me thonë, nuk është kariera problem, kemi kohë mjaftushëm edhe mja kushtu edhe partnerit nëse vjen jetën tonë. Nuk është kur farë problemi se kariera hec natyrshëm, nuk është se jenë ato japë zërë. Sidomos nëse ka njerëz që kanë menaxhmente, absolutisht që se kanë hiq ma heq problemat pjesë. Po, problemi është te partneri që shet ty. Momentin e parë mundet mu krenu me ty, me autoritetin që ki, me personalitetin që ki, po kur ta shën nga afër se sa ki vëmendje, mundet me i pengu, me janis me gjelozu, edhe qëtu mundet mu konë problemi i parë kyç, cilët ata si janë të njoftun me një personazh publik, edhe njofton nga afër. A është kjo arsyeja që atëherë shumica të dashurve të personazheve publike këngëtare shndrohen në menaxhera të tyre? Me një farë mënyre me qenë konstant bashk? Nashta i shkon edhe një mënyrë e mirë, për shkak se është profesioni njëjtë edhe i shëndron më afër, ajo është zgjedhje e gjithë secilit. Po për shkakun s'kisha pas shef me pas partnerin në pjesë të showbizit të industrisë muzikës. Një profesion krejt tjetër, ma mirë. Veza, të kthehemi edhe njerë të muzika, se diskutove pak edhe çështjen e muzikës popullore, po tregojmë sa ndryshon kjo si industri të jesh prezente në dasma me atë të jesh prezente në koncerte, në për klube të natës? Unë në për klube nuk është se kom bo muzikë, veç nëse u bo organizuna i mramje private, edhe më kam ftu mu ekstra. Është nderë dhe knatësi me të ftu njerëz vetë me talentin që ki edhe projekte muzikore që i ke lancu, që të favorizojnë si këngëtare, me qenë pjesë